Punimet për sheshin Skënderbej po i afrojnë fundit. Nga shtrimi i qendrës me pllaka të gurta ka mbetur edhe pak sipërfaqe, kryesisht hapësirat para institucioneve që rrethojnë sheshin. Drejtori i projektit Gentian Agolli tregon se deri tani 80% e punimeve janë mbyllur. Në ditët e para të qershorit, bashkia do të heqë rrethimin përreth sheshit për të hapur për qytetarët. Është drejt përfundimit, sheshi kryesor ka mbaruar, janë rreth 2000 metra katror pllaka akoma për të shtruar, do filloj montimi i shatërvanëve, po vazhdohet me montimin e pompave në dhomat teknike, po bëhet testimi i shatërvanëve dhe besoj në fund të muajit maj, javën e parë të qershorit, besojmë një qershor ndoshta do të jetë përfunduar parkimi dhe faza e parë dhe një pjesë e fazës dytë të këtij projekti. Por si do të mirëmbahet ky investim miliona lekë kundrejt dëmeve të mundshme që mund t'i bëhen nga qytetarët? Bashkia e Tiranës ka planifikuar ngritjen e një agjencie të posaçme vetëm për mirëmbajtjen e sheshit dhe funksionimin e shatërvanëve. Po bëhet një plan menaxhimi dhe mirëmbajtje të këtij projekti, bashkia po punon në këtë drejtim. Janë disa variante që mund të jetë një agjenci e bashkisë që të ta mirëmbajë ose të bëhet një agjenci e re që të mirëmbajë vetëm sheshin, sepse ka shumë elementë siç janë shatërvanët që duan kujdes, vetë sheshi, pastrimi i sheshit, mirëmbajtja e gjelbrimit, të gjitha këto duan mirëmbajtje specifike. Pas përfundimit të fazës së parë që zë edhe pjesën më të madhe të projektit të qendrës, do të nisë puna për rikonceptimin e lulishteve para monumentit të Skënderbeut dhe asaj pranë xhamisë së Tembeut. I gjithë projekti i qendrës pedonale mbyllet në fund të këtij viti.